13 shkurt 1943, në një nga fazat më të vështira të luftës së dytë botërore, kur vendi ishte bërë pjesë e perandorisë italiane dhe Viktor Emanueli III, mbreti i Shqipërisë, në Tiranë nisi aktivitetin qeveria e Maliq Bushatit. I lindur në 8 shkurt 1890, Maliq Bushati, një pasardhës i familjes së njohur të bushatlinjve të Shkodrës, edukimin fillestar e kreu në vendlindje, ndërsa studimet e plota i përfundoi në Robert College të Stambollit. Po në Stambol, ai ra në kontakt me lëvizjen patriotike, bëhet antar i klubit shqiptar të Stambollit dhe të Selanikut, duke nisur të angazhohej për çështjen kombëtare. Në vitin 1912, gjatë rrethimit të Shkodrës nga ushtria e Malit të Zi, lufton si ushtar i thjesht në frontin e Taraboshit. Në vitin 1919, bëhet drejtues i gazetës Populli që dilte në Shkodër, ndërsa gjatë viteve të luftës së parë botërore, emërohet antar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës dhe shef i degës së shëndetësisë në bashki. Maliq Bushati u zgjodh deputet në periudhën mes viteve 1921 dhe 1923 nga radhët e Partisë Popullore, ku ishte përfshirë edhe Fanoli, si dhe në periudhën mes viteve 1925 dhe 1937. Duke qenë një nga kundërshtarët më të dalluar të Ahmet Zogut, pas pushtimit italian të prillit 1939, Maliq Bushati pranoi postin e ministrit për punët e brendshme në qeverinë e Shefqet Vërlacit. Me kalimin e viteve, Maliq Bushati do të mbështeste krijimin nën protektoratin italian të një Shqipërie të madhe, ku përfshiheshin trojet shqiptare të pjesës më të madhe të Kosovës, si dhe trojet shqiptare që tashmë gjenden në Maqedoninë e Veriut. Pas këmbguljes së autoriteteve italiane të pushtimit për një figurë më të besueshme, më 13 shkurt 1943, Maliq Bushati pranoi detyrën e kryeministrit të Shqipërisë. Viti 1943 është konsideruar nga historiografia si një nga fazat më të vështira të luftës së dytë botërore për Shqipërinë dhe shqiptarët. Rezistenca partizane ishte forcuar, ushtria italiane po përgjakej dhe autoritetet e pushtimit kërkonin ndihmën e një qeverie të aftë që të ruante rendin dhe të administronte vendin. Ishte një kohë kur një pjesë e administratës shqiptare kishte si detyrë kryesore të mbante në funksion administratën civile dhe rendin publik në një kohë trazirash. Qeveria e Maliq Bushatit u përpoq të mos përfshihej drejt për drejt në konfliktet e brendshme politike, në përplasjet mes partizanëve komunist, nacionalistëve dhe grupeve të tjera, por se në praktik ishte lidhur me sistemin e pushtimit. Qeveria e Maliq Bushatit zgjati deri më 28 prill 1943, duke jetuar vetëm 75 ditë. Sa duket, ajo u bë kurban për shkakun se nuk bëri ndonjë dallim në dobësimin e rezistencës partizane kundër trupave italiane të pushtimit. Italianët rrëzuan qeverinë e Maliq Bushatit sepse prisnin më shumë ndihmë nga autoritetet shqiptare. Për këtë qëllim ata projektuan qeverinë e Eqerem Libohovës, i cili shihej si një figurë aftë të krijonte një klimë më të qëndrueshme dhe të bashkëpunonte me rryma të ndryshme nacionaliste. Pas fitores së pushtetit nga komunistët, më 3 dhjetor 1945, Maliq Bushati u arrestua në Shkodër dhe, në akuzën e bashkëpunimit me fashistët, u gjykua së bashku me antarët e Këshillit të Lartë të Regjencës Lefnosi dhe At Anton Harapi. Për habi, çështjen e tij e hetoi major Tuk Jakova, po nga Shkodra, i cili në këtë periudhë ishte prokuror pranë gjykatës ushtarake të Tiranës. Avokatët u përpoqën që të ndërtonin mbrojtjen, duke justifikuar veprimet e qeverisë së Maliq Bushatit dhe ati vet si veprime në dobi të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Avokatët, por edhe vetë Bushati, përmendën disa raste kur ai si kryeministër kishte mundur të frenonte masakrat e ushtrisë italiane ndaj popullsisë civile në jug të vendit. Avokati mbrojtjes përmendi se si Maliq Bushati kishte strehuar në shtëpinë e tij antarët e Partisë Komuniste Shqiptare, Gjorgji Spaho e Koço Sotiri, se si me dokumente false dhe me makinën e tij kishte dërguar nga Shkodra në Tiranë dhe shtruar në spital partizanin komunist Nezir Selmani e të tjera. Ndërkohë, akuzat ishin edhe të rënda, edhe të fryra. Vendimi i gjykatës ushtarake të Tiranës i datës 12 shkurt 1946 u ngarkonte përgjegjësinë e pushtimit të vendit nga Italia fashiste Maliq Bushatit dhe Pater Anton Harapit.
Në vendim thuajse pas 7 prillit 1939, ata e kanë pritur ushtrin fashiste italiane në Shkodër si çliruese. Malik Bushati u dënua me vdekje me pushkatim. Ai u ekzekutua më 15 shkurt 1946 te kodra e Priftit në Tiranë, ku u mbulua në një varr pa emër. Në fjalët e fundit, ai la amanet shlyerjen e një borxhi familjar dhe mënyrën se si duhet të veprohej. Më 22 gusht 1946, ish kryeministri të pushkatuar i konfiskuan edhe banesën në Shkodër në lagjen 28 nëntori me përshkrimin një shtëpi e lartë ndër 72 pjesë, vetëm 14 në lagjen e tij, ndërsa mobiljet i kishte marrë korpusi ushtarak.